Ka dalë sot para trupit gjykues në Durrës drejtuesi i automjetit i përfshirë në aksidentin tragjik ku humbën jetën 2 domitur dhe mbeti i plagosur rënd të 1-3. Nikol Radaçi është lënë në burg pasi gjykata vendosi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Në përfundim të seancës, avokati i caktuar nga shteti, Arta Geca, deklaroi se kjo ishte masa që pritej, duke bërë të ditur se i dyshuari nuk ka mbajtur qëndrim gjatë seancës. Sipas saj, 57 vjeçari është paraqitur në gjendje të rënduar psikologjike dhe shoku. U vendos masa arrest në burg. Ai akuzohet për 3 vepra penale. Ishte i rënduar psikologjikisht dhe nuk foli gjatë seancës. U shpreh avokatja. Burime nga seanca bëjnë me dije se Nikol Radaçi është shfaqur i qetë pas kafazit të xhamt, ndërsa në sallë nuk ishte i pranishëm asnjë familjar. Familjarët sipas të njëjtave burime nuk kanë pranuar t'i sigurojnë mbrojtje ligjore, çka bëri që atij t'i caktojë avokat nga shteti. Ngjarja e rëndë ndodhi 2 ditë më parë në Durrës, kur automjeti që drejtonte përplasi 3 fëmijë që ndodheshin pranë banesave të tyre. 2 prej tyre humbën jetën në ngjarje, ndërsa fëmia i tretë vijon të marrë trajtim mjekësor në spitalin e traumës.